Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Speci djegës të shpëtoni jetën, 7 arsye pse duhet ta konsumoni çdo javë. Specat e kuq janë ndër produktet me të cilat çdo anëvis shqiptare mund të shpalos talentin e saj. Ato gjenden në çdo dyqan ushqimor të vendit, por më të shijshme janë ato të përgatitur në kushtet e shtëpisë. Specat gogozhare përmbajnë shumë vitaminë C, ndaj konsumit tyre i bën shumë mirë organizmit. Por vlerat e specave të kuq në dietën tuaj do të jenë të larmishëm. Ato përmbajnë vitaminën C. Specat në përgjithësi janë të pasur me vitaminën C. Në një kavanos të vetëm njeriu mund të plotësojë një dozë të mirë të kësaj vitamine mirëbërëse nëpërmjet të cilës mund të shmangë rrezikun e infeksioneve dhe bakterieve. Do të keni një përmirësim të imunitetit. Specat janë shumë të mirë për të forcuar imunitetin dhe për të shmangur mundësinë e infeksioneve dhe problemeve. Kësaj sipas të dhënave, konsumi i specave është i rekomandueshëm për një shëndet të mirë, por nuk duhet ta teproni. Do të rrisë antioksidantët në trup. Specat janë një burim i mirë i antioksidantëve, të cilët luftojnë radikalet e lira dhe toksinat. Këto të fundit dëmtojnë qelizat dhe përkeqësojnë paraqitjen e lëkurës duke e rrullur atë. Janë një mundësi shumë e mirë edhe kundër mbajtje larg të inflamacioneve. Një tjetër arsye pse duhet të konsumoni specat janë se ato ndihmojnë kundër inflamacionit. Konsumi i këtyre specave do të shmangë mundësinë e inflamacioneve të lëkurës dhe problemeve të fytit. Do të përmirësojë gjithashtu gjendjen tuaj të metabolizmit. Specat e kuq janë një mënyrë shumë e mirë për të përmirësuar metabolizmin, tregojnë të dhënat e health.com. Përdorimi ditor i këtij ushqimi ndihmon trupin të përthithë ushqyesit e nevojshëm dhe të shmangë akumulimin e yndyrnave. Në këtë mënyrë specat janë një ushqim ideal edhe kundër mbipeshës së tepërt. Gjithashtu, sistemi juaj tretës do të përfitojë shumë nga konsumi i këtyre produkteve ushqyese. Specat për tretjen e mirë për shkak të fibrës do të ndikojnë pozitivisht në këtë aspekt. Konsumi i tyre përmirëson lëvizjen e zorëve dhe përmirëson tretjen. Specat janë një zgjidhje gjithashtu shumë e mirë edhe kundër ftohjes. Specat e kuq janë një ushqim ideal kundër të ftohurës. Ato stimulojnë dhe shërimin e shpejtë të trupit për shkak të përmbajtjes së vitaminës C. Rekomandimet e larta ushqyese të këtyre specave bëjnë atë një zgjidhje produktive shumë ushqyese në dobi të organizmit dhe mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Konsumi i specave të kuq djegës nuk rekomandohet për grashtatzana sepse mund të nxjisë edhe nxehjen e stomakut dhe që bën dëmtimin e fetusit. Gjithashtu, nëse vuani nga problemet të caktuara shëndetësore përpara konsumit, duhet të konsultoheni gjithmonë me mjekun tuaj përkatës. Specat e kuq djegës janë një zgjidhje ushqyese shumë e rëndësishme në dobi të organizmit. Specat janë një perime popullore që përmbajnë shumë vitamina dhe minerale të cilat trupi ynë ka të nevojshme. Kohët e fundit janë veçanërisht të njohura specat e kuq, të cilët janë më pak të ëmbël se specat jeshil, por një spec i kuq i mesëm do të ofrojë gjithashtu shumë përfitime për organizmin. Sipas ekspertëve të Healthline, edhe dietologës Erika Barrera dhe Chris Well shpjegojnë se si konsumi i përditshëm i specave mund të ndikojë në trupin tuaj. Zvogëlon inflamacionin. Specat janë të pasur me fitokimikate dhe lëndë ushqyese që kanë në veti natyrale antioksiduese dhe antiinflamatore. Komponentët e pranishëm të specat kanë efekte pozitive në shëndet, duke reduktuar inflamacionin dhe përmirësuar shëndetin tuaj kundër problemeve kronike dhe problemeve të zemrës. Përmirëson shëndetin e syve. Specat përmbajnë karotenoide, zeakanthin dhe lutein, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e syve. Gjithsesi, zeakanthina është një antioksidant që grumbullohet në pjesën e syrit të quajtur makul dhe ndihmon në mbrojtjen nga dëmtimet e shkaktuara nga drita blu. Prandaj ngrënia e specave mund të reduktojë dëmtimin e syve të shkaktuar nga një humbje e dritës blu. Forcon gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Specat do të forcojnë ndjeshëm sistemin imunitar duke balancuar shëndetin dhe duke mbajtur gjithashtu larg komplikacionet. Sipas dietologës Chris Well, konsumi i përditshëm i specave ofron një sër lëndësh ushqyese për sistemin ton imunitar. Siç e tham tashmë,
një spec i kuq ofron pothuajse 2 fishin e nevojshëm ditor të vitaminës C. Kjo vitaminë ndihmon edhe në luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve të tjera. Prandaj, sigurohuni që specat jenë pjesë përbërëse e dietave tuaja, të cilat do të ndikojnë gjithashtu në rritjen e përfitimeve tuaja trupore dhe mbajtjen larg të një sër problemesh. Specat mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin e trurit. Ngrënia e specave djegës mund të ndihmojë që të mbani trurin tuaj më të shëndetshëm dhe të parandaloni gjithashtu humbjen e kujtesës, citojnë ekspertët e Healthline. Një studim zbuloi se flavonoidet, acidi fenolik dhe karotenoidet që gjenden me shumicë të speca djegës mund të ofrojnë shumë përfitime për shëndetin tuaj në parandalimin e humbjes së kujtesës, lidhur gjithashtu edhe me Alzheimerin. Specat mund të jenë një produkt fitimprurës gjithashtu për shëndetin tuaj tretës, duke ju ndihmuar të mbani larg këto komplikacione dhe duke sjellë rezultate të kënaqshme ushqyese në trupin tuaj. Specat janë një burim i shëndetshëm i shkëlqyer i fibrave që ofrojnë përfitime shëndetësore duke përfshirë tretjen e mirë dhe duke parandaluar kështu komplikacionet e trupit. Sigurohuni që këtë produkt ushqyes ta keni pjesë të dietave tuaja. Duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese që kanë, specat mund të jenë një nga zgjidhjet tuaja më të mira ushqyese. Nëse nuk i preferoni ato në formë djegësi, mund t'i përdorni gjithashtu edhe në forma të ndryshme. Speci i kuq, i verdhë dhe i jeshil janë një burim i mirë i vitaminës C. Sidomos nëse ato janë të përgatitura vetë ndihmojnë në trajtimin e një sër problematikash për shëndetin, citojnë ekspertët e Healthline. Prandaj, përfshirja e tyre në dietën tuaj mund të veprojë si një antidepresiv, antiseptik dhe afrodiziak i fuqishëm në mbrojtjen e organizmit në tërësi. Lista e problemeve që lehtëson speci është vërtet e gjatë. Kjo perime ndihmon në largimin e alergjive, astmës, problemeve të arteriosklerozës, hipertensionit, diabetit, rënjes së flokut, reumatizmës, hemoroideve e të tjera. Gjithashtu, speci nuk ka shumë kalori, prandaj është një perime e shkëlqyer nëse doni që të dobësoheni. Ai është i pasur me vitamina, minerale dhe substanca të tjera vërtet të dobishme në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe mbajtjen larg të problematikave të ndryshme. Tek specat gjendet një sasi e konsiderueshme e vitaminës C, vitaminës B1, vitaminës B2, përmban gjithashtu edhe vitaminën E, të cilat i atribuohen edhe veçanërisht elementeve të anti-inflamator që ato kanë. Falë vitaminës A, ndërsa mineraleve që gjendet tek speci, kaliumi, fosfori dhe ekuri e bëjnë atë një nga zgjidhjet më të mira ushqyese në dobi të organizmit në betejën kundër komplikacioneve të ndryshme. Specat janë një zgjidhje shumë e mirë shëndetësore edhe për shëndetin e zemrës. Një filxhan me specat të kuq djegës do të përmbajë rreth 36% të dozës ditore të vitaminës B6 dhe 10% folat. Specat e kuq dhe specat e verdhë gjithashtu kanë respektivisht 35 dhe 20% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës B6, 7 dhe 10% të dozës rekomanduar ditore të folatit. Sa më i pasur tjetë ushqimi juaj me këto përbërës, aq më i ulët është rreziku për infarkt, sëmundjet koronare të zemrës në përgjithësi, citon Health.com. Specat janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese edhe për personat që vuajnë nga artriti. Nëse konsumoni gjysmë filxhani çaj me speca të grirë, keni marrë 2 fishin e dozës ditore të vitaminës C. Njerëzit që kanë doza të ulta të kësaj vitamine në organizmin e tyre janë 3 fish më të rrezikuar nga artriti. Specat janë një ushqim shumë i mirë edhe për personat që vuajnë nga kolesteroli. Kapsaicin që gjendet te specat e kuq djegës ndihmon në uljen e kolesterolit. Sa më spec djegës të jetë aq më i mirë për shëndetin. E vetmja këshill që duhet të keni parasysh është se nëse merrni ilaçe të caktuara, nuk duhet ta konsumoni, por duhet të konsultoheni më parë me mjekun. Dhe gjithashtu, nëse vuani nga komplikacionet, mos e teproni me të. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.